Mirë të çmendur, ndodhemi në stadiumin Qemal Stafa dhe për arsyen sepse do ndiqim një këngëtare me famë botërore dhe ajo është Anastacia. Përveç saj, të gjithë dimë që Anastacia është edhe përfaqësuesja e forcës së femrës. Por më tepër ndiqni Mad Report me mua Engine. Turned into winter with you, there's no in between. Some things won't be meant to last. Too much of a good thing, peaceful stepped into your water. Venera, më thuaj pak si ndihesh që do këndosh në ditën stage, në ditën sken me Anastacia. Është një ndjenjë tjetër, është një këngëtare e madhe, është një këngëtare botërore mbi të gjitha dhe të këndosh në një njëjtën skenë me të, sa frikë, aq edhe qejf, aq edhe privilegje dhe çdo gjë. Një miks emocionesh do thoya unë. Vërtet jam shumë e lumtur por që sa më shumë po afrohet ora, aq më tepër për më dritën kam vetë. Simi, më thuaj pak emocionet e tua sa të mëdhaja janë që do këndosh në ditën sken me Anastacia. Shumë mëdhaja, sigurisht, është një këngëtare shumë e madhe. Përveç fakti që është ajo pjesa e ndjenjës femrës për ato gjërat që ka bërë ajo, që ka kaluar ajo, edhe shumë e madhe. Si ndihesh, sa emocionuar je nga 1 deri te 10 që do këndosh në të njëjtën sken me Anastacia? 12. Është përgjigje klishe, po definitivisht përgjegjësia sa po shkon po rritet edhe stresi sa po shkon po rritet, po e di që kena me kalu jashtëzakonisht mirë sonte. Përveç faktit që po e ndajmë skenën me Anastacia, ne kemi edhe një publik shumë zgjedhur, i cili ka vendosur me art Anastacia, kështu që jemi shumë të kënaqur. Më thua pak repertorin tënd sot. Çfarë ke vendosur të këndosh? E patë mboni repertuar para se më ardh këtu, po në momentet e fundit pianisti vendosi, na e sugjeroi me ndru pakës, me fut një këngë tinën personale, ta shohim sa po e pret, si po e pret publiku shqiptar, është kënga me të cilën kemi marrë pjesë në top 5, ta shohim. Besoj që ka me dalë mirë. Po, shumë lezetshëm është, po edhe kemi vendosur pak rock shqip, pak rock anglisht, edhe një këngë speciale për fund për mjavnu qërshin, si me thonë, për një top.